Për sa kohë ishe në sallë gjyqi? Patën në moment komunikimi me ta? Tu lejua? Po. Theve ndonjë rregull aty? Jo, ka qenë e pamundur se është Distanca afër. Distanca është aty, nuk është shumë afër. Dhe dëshmitari nuk ka drejt që të komunikoj. Po prandaj thash, theve ndonjë rregull? I kom përshëndetur se cilin i kom përshëndetur. Kështu me kokë. Aq sa kom pas mundësi. A të dha mendja, a të shkoj mendja që të shkoj të përshëndetje me dorë? Jo. Jemi sinqert, jo. Sepse nuk lejohet. Po e qartë. Qëllimi jem ka qenë orë aty. Por dëshira mbase mund të ishte e tilla, po. Dëshira me siguri, pa tjetër, po ishte i di rregullat aty, më informoj më herë. Po. Edhe unë aty ka qenë qëllimi kryesor që ta mbroj punën time si gazetar dhe kolegëve të mi gazetar gjatë periudhës së luftës, por edhe ta mbroj luftën e drejtë ushtrisë timtare të Kosovës, sepse gjitha ato imazhe që i ka bërë Abazeka bashkë me mua në zonat e luftës jenë prezentuar disa herë në mediat botërore, por edhe para kësaj gjykate dhe konsideroj se ne kemi kryer detyrën tonë, kemi afirmuar, comme thënë disa herë më shumë kemi afirmuar ushtrisë timtare të Kosovës që të ketë mbërkrahje nga populli dhe nga diplomacia amerikane dhe evropiane. Në ka fisnike, drejt. Ajo është normale në rrethonet e tilla kur ne s'kemi pas as shtet, s'kemi pas televizion, s'kemi pas institucione tjera, kështu që ne jemi munduar që të jemi shërbim të luftës për liri dhe pavarësi dhe ky ka qenë qëllimi kryesor i punës. Po, se me pamjet tuaja kanë depërtuar gjithandej ku ka dhe interesante unë djetë në siklet nga prokuroria të sfiduar, apo të pa jo i sfiduar? Unë konsideroj se kam qenë shumë i vendosur edhe përkundër provokimeve të hapta. Disa raste i kam përsëritur, prandaj përkundër disa 3 herë një pyetje më ka bërë për një kidnapim të disa serbë në mijën sipërfaqësore të Bardhit të Madh, dhe unë me vërtet nuk kisha njohuri deri në atë moment, nuk kisha njohuri dhe nuk i besoja disa shkrimeve të gazetarëve të huaj për një ngjarje cilët unë nuk kisha njohuri, kisha qenë ato zona, por unë nuk kom pas rast që të shoh ato veprime të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ajo mundohej që të qes lejthitje, por unë thash të vërtetën se deri në këtë moment unë nuk di dhe nuk mund të besoj shkrimeve të tilla të njerëzve, sepse ne gazetarët për të dëshmuar në mënyrë objektive duhet të kemi disa burime, jo vetëm një burim.